Përshëndetje, shikuesnderuar, mirë se erdhët në Përballje Podcast. Unë jam Muhamet Hairullah. Vazhdojmë me një podcast tjetër të radhë, ku do të flasim për natyrshëm, për zhvillimet e fundit, Prishtina pas zgjedhjeve, Kosova pas zgjedhjeve lokale, çfarë po ndodh realisht dhe çfarë pritet të ndodh në raundin e dytë, si janë pritur këto rezultate në Prishtinë dhe në Kosovë, por gjithashtu do të flasim edhe për atë se ku është politika e Kosovës sot, cila është ekonomia e Kosovës sot dhe çfarë po ndodh në aspektin global, gjeopolitika, ku është Kosova, marrëveshjet mëdha, lëvizjet mëdha po ndodhen edhe me këtë tjetër, përpos me zotin Shpend Ahmeti, ish kryetari i Prishtinës, me cilën do të diskutojmë për këtë tema. Zoti Shpend Ahmeti, mirë se për takohemi pas Mirë se Meti, si na pa moti, faleminderit shumë për ftesën. Mirë, shumë mirë, nuk kemi po motim e as në diskutim. Shkëndëruar, vlen të përmendet që këtë podcast përkrohet nga kompania e derivateve Exvis, ndërkohë që ne vazhdojmë me zotin Ahmeti për të diskutuar ashtu që është e paralajmëruar pra për disa tema. Natyrshëm po e nisim me Prishtinën, për shkak që zoti Shpend Ahmeti ka qenë kryetari i Prishtinës për 2 mandate. Dhe ka përcjell, po besoj, këtë garë edhe mundet më na tregu pak detaje ose të asoj frymës edhe kur ka qenë vetë që ka po situatën. Ç'është do Shpend realisht? Po nuk jem befasu nga rezultati. E para që du me thonë që askur se përmen, mendoj që një fushat 30 ditore është shumë e gjatë për komuna. Nejse hajde për Prishtinën si kryeqytet, ndoshta ka arsye, po kur i ki 30 ditë fushat, nuk e kuptoj njerëz për perspektivës së kandidatit se qysh është prej mëngjesit deri në mramje në një punë që është me kërku për kraje për vot. Kur djen ajo e premtja përpara e kena pas 24 orëshin heshtje zgjedhore, tash kanë marrë të bime, ajo është unë vakoni var pushimi. Këtë përshëshëm, edhe në mediat jena gëzu. Punën teme kom bo qa ku mujt me vot, tash e pres verdiktin e qytetarë. Nuk je befasu për shkak se e kum pa që ka me qenë një garë e ngushtë me 3 kandidatë. E kam thonë edhe më herët do shta që kur të shikon strukturat e partisë, sepse një kandidat do të mi pas mas pari strukturën për me mujt me e ngrit atë vot, e pastaj mi ashtu edhe me të vetat si kandidat. Pra në këtë rast unë menoj që vota neutrale po e quj, vota që njerëz që nuk janë pjesë të strukturave, njerëz që se kanë marrë vendimin për kanë me votu para 2-3 mujve, sepse ka plot që e marrin vendimin shumë përpara, qoftë për shkak të afërsisë me subjektin politik. Pra, dihet paraprakisht. Po, dihet paraprakisht. I keni pjesë që janë, unë i quj edhe i votus një mas anonime e quj, për shkak se nuk janë të zhurmshëm as në për Facebook, as në për rrjetet sociale, nuk janë të zhurmshëm në për media, janë njerëz të cilët i shikojnë debatet, e krijojnë një bindje, nuk shkojnë në për tubime, po janë pjesë e madhe e votës. Në këtë rast unë që Urani Ismaili ka një pjesë madhe të qasoj vote neutrale, por nuk ka qenë mjaftueshme për mi mujt strukturat të cilat mendoj që janë struktura shumë të fuqishme të Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe të lëvizjeve vendosje. Ajo që më ka befasu pak është një paraqitje e dobët të lëvizjeve vendosje në kuvend komunal. Në asamble. Se kam menu që do të ketë ma shumë vot, por analiza ime është aty se kësaj radhe në kuvend komunal zgjedhjet kanë shku bazum në ato se sa i ki pas kandidatët e fort në kuvend komunal. Sepse të garosh për kuvendin e Republikës Kosovës je një prej 10 persona për cilët votojnë. Zakonisht njeri shkon në zgjedhje nacionale thot po ja jap votën Albinit apo Lumirit apo Memrit dhe pastaj është shumë lehtë me kërku një prej 9 votave tjera. Por asamble është vetëm një dhe personi ose voton për ty, domethënë se beson, ose s'ka ty me unë gjitë si vagon në trend, domethënë, dhe në këtë rast unë mendoj se kush i ka pas listat më të forta me njerëz që kanë më shumë rreth. Dhe po shifët është nga rezultatet preliminare që po i shok që kanë fillu me u numëru dje. Në për kandidatëve për asamble, po i shok që në Prishtinë, në secilën listë, ata që janë më të votuarit janë njerëz që janë paksa më të njoftur ose kanë pak rreth. Për shembull, e ke në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila ka qenë e fortë në fshatrat të Gollakut gjithmonë, i ke persona që janë persona të atyne fshatrave, atyne rajone, do më thonë që kandidatët kanë punu individualisht për me siguru votën,
dhe na ka dhënë një përftyrim, kisha me thonë një rezultat të përshtatshëm që dallon shumë nga rezultati i kandidatëve për kryetar komune. Pra, përveç Lidhjes Demokratike që është 28% që është afër përparimit, e ke 20% PDK-n, 20% Vetëvendosjen, pastaj e ke AK-n që është dallimi i madh mes të kandidatit Bek Berisha që i ka diku duke 3700 vota, ndërsa për subjekti ka 9700 që është dallim 67000 vota, që thush çka ka ndodhur këtu, ka pas ndaj marrëveshje që ata për kryetar ta votojnë për parim Ramën, e knejt votojnë për kuvend, por menej kur i pash edhe emrat në listën e AK-s, janë sa njerëz që kanë rreth, ose njerëz të kafeterive që po i quaj kështu që kanë rrethit të ngushtë të Prishtinës që kanë siguru vot, edhe natyrisht befasia e këndshme për mua ka qenë lidhja për Prishtinën, e udhëhequr nga Fehmi Kupina që mendoj ka arrit rezultat mbi 7% që është goxha kisha me thonë një rezultat i suksesshëm për dikon që nuk e ka kandidatin për kryetar komune, dhe edhe aty e sheh që janë njerëz të re, do me thonë, pash Sabri Dragushën, Liridon Restelisën, janë sa njerëz të cilët kanë qenë të përfshirë në politikë, kanë rreth dhe kanë arrit me e ngri këtë votë. Të lash qëllimisht me shpjegu te pjesa e parë, kjo nuk është një intervistë klasike, është bashkëbisedim, është podcast, më la përshtypja që i përmende 3-4 detaje të cilat edhe unë i analizova, sidomos te lidhja për Prishtinën, domethënë që mori një numër të konsiderueshëm të votave dhe unë në atë kohë zoti Fehmi Kupina nga Lidhja Demokratike dhe kaloi në atë versionin e kryesuesja e Asamblesë Komunale. Gjithashtu ishte në garë PSD-ja dhe Lisa Guxha. Arsyetimi dhe shpjegimi i zotit Kurti dje në konferencë kur u pyet se çfarë ka ndodhur që Lëvizja Vetëvendosje ka dalë si subjekti i tretë momental në Asamblenë e Kuvendit Komunal, tha që ndoshta nuk është analiza e saktë, po mu po më çon thënë çfarë drejtim është listat e përbashkëta, se alternativa ka qenë me listë të veçantë, Lisa Guxha me listë veçantë dhe Lëvizja Vetëvendosje me listë veçantë. Pra, këto që janë në nivel qendror, bashkaresht kanë shkuar në shumë komuna me lista ndarës. Dhe kjo mund ta ketë ndikuar, kështu të paktën edhe në interpretim zoti Kurti. Realisht nuk mendoj që është jo arsyetim, nuk argumentim valid kjo. Okej. Për shkak se në zgjedhje komunale për shembull nuk është mirë, nuk ja vlen me dal me pas për shembull si kom pas 56 njerëz, po dal me 20. Atë që kanë njerëz si kanë mushin listat. Pse? Sepse ti ke për merit votën e partisë është mirë me pas sa më shumë kandidat. Edhe në këtë rast, po të shkonin me një listë të përbashkët, aty do të kishin 56 kandidat me rrethet e tyre. Kështu ja kanë mundësuar që me pas më shumë se 56 kandidat, sepse kur t'ia shton edhe listën Guxha, edhe alternativën si numër i kandidatëve që secili prej tyre s'paku e ka një rreth 10 veta të familjes, absolutisht, e ka mundësinë që me fitu më shumë vota. Dhe po të shikojmë edhe rezultatet e këtyre dy listave, unë mendoj që edhe po t'i bënim bashk, nuk ka pas ndonjë efekt. Në këtë rast ka ndodhur ajo që po them ka ndodhur në tjera. Në rastin e listës Guxha ka qenë Jeta Statoci, e cila ka një profil megjithatë më publik. Dhe mendoj se si pe asaj arsye i kanë marrë ato 2000 vota për sa i kanë pas. Në rastin tjetër kemi Merkur Beqini, i cili po ashtu është një kandidat, por jo me profil publik, dhe ke rezultatin të cilin e ki pas. Prandaj unë mendoj që janë më shumë arsyetime të cilat duhet tash të kenë një shpjegim publik se si ka mundësi që Hajrullah Qeku me i marrë 30% e lista për asamble me i marrë 20%. Unë mendoj që shumë më e besueshme dhe shumë e arsyeshme është fakti që thjesht kandidatët në listë nuk kanë qenë kandidatët që kanë tërhequr votën. Për herë të parë kësaj radhe unë mendoj kem pas edhe në të kaluamën. Ju e dini unë në mandatin e parë i kam pas në raundën e parë 27.000 vota dikun, por i kemi pas 16.000 si subjekt. Lëvizja Vetëvendosje nuk ka qenë vort. Në mandatin e dytë fushatën e kam pas jepi krash vendit. Me idenë që kuptonet që edhe vota për kuvendin komunal është votë e nevojshme për subjektin politik. Kësaj radhe unë mendoj që njerëzit e kanë nda votën, pra obligimin ndaj partisë e kanë kryer për kryetar, e obligimin ndaj shoqënisë
njohurisë së rrethit e kanë kryer me kuvend komunal. Tash kjo Dhe kanë thonë rahat me veten, domethënë, vërtet. kur thotë se s'na ki votu ti dush më ta votoa hajrullon. E këtu kum pas një djalë tozës që ndodh. Po nëse e morëm tash edhe krahasojmë dorën zemër pra me lidhjen për Prishtinën që do të jetë aty, me Lisa Guxho të paktën do të jetë aty, PSD mund të ketë gjithashtu një kandidat. PSD do të ketë një kandidat e asamblesë, pra AKA ka një rritje. Dhe gara do të ngushtohet. Pra është një garë kaqja e ngushtë, më kujtohet ajo gara e jote me Abrashin, kaqja e ngushtë, edhe kjo do të jetë një garë interesant pra në balotazh. Edhe duke pasaj parasysh rolin e asamblesë që është shumë i rëndësishëm për shkak që akuzat dhe kundër akuzat edhe sot vazhdojnë nga niveli i Prishtinës në bllokim sipas përparim Romës për nivelin e qeveritar. Nuk i dihet se kur do të jetë kryetari i jashtëm i Prishtinës, po çdo që të jetë konstelacionet nuk ka shumicë asnjëna, domethënë aty duhet me pas bashkëpunime absolutisht me dikon prej subjekteve tjera politike. Në rrethonat ekzistuese nga këndvështrimi pa e përcaktuar se kush do të jetë kryetari i jashtëm i Prishtinës, çysh e shen një farlloj bashkëpunimi ose ku shen ma afërsi që mund të ketë edhe në kuvend. Tash nuk e di edhe ki pyetje, po mas pare veç po du me spjegu që kur i ki në raundin e parë 45% është ma vështirë se sa mi pas 30%, çuditërisht. Dhe me thonë une Isa Mustafën e ka mujt në raundin e dytë kur ai ka qenë në 42, e unë kam qenë 33% në pra raundin e parë. përmbysja ndodh ma Përmbysje, jo, po du me thonë që me qenë dikush që bëhezojnë pre breza në Push Kosovë, sa i ka 42-3, ashtu dikon. 42-3%, Besniku i ka 30 mbi 35. Gazmen Muhajeri i ka 46, po. Ka njerë është më shtirë me emri që atë 4% është më shtirë me emri se sa me qenë për një 35. Pse? Sepse subjektet tjera që dojnë me të nimu e konsiderojnë që ti ki pak nevoj për ta. Edhe thojnë së nëzirem shumë koncesione prej ti. Pra, çka kena me hikur ai Gaz Muhajeri nuk shkon me lut kërkon shumë, sepse i vyn veç edhe 4%. Edhe je pak pushtet për e Taulan Kelmendi, dorën zemër ata dy kishin. Taulan Kelmendi është i gatshëm me dallon gjysën e qeverisis. Ali Berisha 20 gati, ky 20 e diçka. Tash, njëjtë ka qenë kur ka qenë me Abrashin, në raund parë i kanë pas 43-4%, dhe ajo 43-4% që i boni këtë subjekte tjera bashkë. Apo kupton se në atë aspekt ata janë të gatshëm me dhonë shumë ma shumë e shohin vetën si një qeverisje për bashkë. Pra, menoj që këtu në Prishtinë tash e kemë rastin ku janë të barabar dhe loja është e hapur sipas meje. Pse nuk besoj që asnjëri subjekt, posaçërisht lëvizja e vendosje e ka let me sjell nëse jo subjektin atëherë votuesin e PDK-s. Edhe pse unë menoj që e ka një rrethon lehtësuese që ka qenë vota e frymës, vota neutrale ka qenë për Uranin. Dhe mendoj që aty është një bazen i votave të cilat nuk janë të vendosura. Pra, unë e njeh shumë njerëz që më kanë thonë zdibre dojnë pak luar ndryshimin është Urani, domethënë ka njerëz që nuk e dojnë fare lidhjen demokratike të Kosovës, dhe ka njerëz që nuk e dojnë fare lëvizjen vendosje. Tash kur i shoh votat, unë i di sipas vendvotimeve, shoh Dardanin, Ulpianën, Bregun e Diellit, këto janë krejt votat të cilat nuk janë me deg apo në deg të forta të partive. Gjithmonë janë në shembull e ke Dardanin me dikon 50.000 banor. Janë ato fol për shkolla që i kanë ka 12 klasa, secila prej tyre që ka nga 400 votues. Shumë krejt këto janë bazen të cilën edhe Hajrullah edhe përparimi mundën me djeg, unë mendoj këtë rast më shumë Hajrullah, por në anën tjetër përparimi po mendon se e ka pak më lehtë, edhe unë mendoj që e ka mirë për s'bën me kalu ajo në një farë arrogancë apo me thonë që të fitu me e kam. Pra, unë mendoj që gara është shumë më e ngushtë se sa disa analistë që po pretendojnë që kjo është punë e kryme se PDK nuk e voton kurrë. Tash ku është handicap ma shumë për lëvizjen vendosur për LDK. PDK nuk e voton kurrë, kanë nuk e voton Hajrullahun. Po, unë mendoj që nuk është. Po PDK ishte me përparimin tash edhe në dorën zemër për 2 vjet.
2 vjetë diçka ose çapo di. Po tash e nivelit qendror luan rol pak. Unë mendoj që armikun më të madh vetëvendosja ka pas Hajrullah ka pas pikërisht në vetëvendosje. Jo me qëllim. Jo me qëllim, por po veç Hajrullah dul më mirë e përmendet ti me drejt, Hajrullah dul më mirë, domethënë përkundër u tha që është nga Prizreni, ku ta di. U dul më mirë, është mirë mi u maj temave lokale. Është mirë mos me pasa si nuk dalën këtë televizion, nuk dalën në televizion që janë të nivelit qendror si koncepte, si diskurs, sepse kom thonë, kur të qënë një person me shku në komunë në betej, pe qënë betej pja merë armën, se debatet, parasitit janë gjanat të cilat do të me ubo. Por në përgjithësi menej që gara ka me qenë shumë ma e ngusht, ajo që është handicap ma shumë për vetëvendosja për LDK-n është që vetëvendosja me PDK-n janë në balotajën e sa e diune në 4 komuna, edhe ato në një komunë që unë mendoj diskursin do të qojnë në ekstreme komuna Mitrovicës Jugut, ku vetë se tash dëgjohet, domethënë në një rënon del Faton Peci dhe thot PDK-ja o strukturë kriminale e organizuar, e në anën tjetër Tim Prishtinë po e lyp votën e asoj strukture kriminale të organizuar. Pra, do të me gjetë një balans, sepse nuk do të ketë mundësi si pas me për marrëveshje për jasë njënës parti para raundit të dytë, nuk menoj që do të ketë asë për pare Muran, as PDK LDK, as PDK vetëvendosje, as subjekte tjera. Po do të ketë ose në heshtje, ose... Do të ketë në heshtje, edhe do të ketë më shumë marrëveshje me struktura, me njerëz se sa me subjektin politik. Shumë interesant këto detaje, ku po na shkon u nalëm është Prishtina, po përveç Prishtinës shpend, na e tham, kështu është situata, pra se po shoh interpretime të ndryshme, e ka njeri ka nevojë me thonë realitetin, por realiteti është që lëvizja vetëvendosje i ka marrë 3 prej 4 komunave, të 4-tën ka shansa me majtë Gjilanin për shkak të votave që vijnë nga diaspora, nuk është finale, po ato do të me përmes KQZ-s, dhe ka shku në balotazh në 12 për herë parë që dorën zemër s'ka qenë kur në nivel Kosovë. Kjo është e para. E dyta, gjithashtu, Partia Demokratike është fakt që ka mbet në 3, ka fitu në 3 Skenderaj, Hanje Lezet dhe njëna prej komuna që s'pon kujtohet tash, 3 komuna i ka. LDK-ja në 2 ka shku me të parin, Jonikun mund ta merr gjithashtu edhe për shkak të votave nga diaspora, dhe Alianca ka fitu 1 dhe në të tjerat në balotazh. Dhe këtu unë e thash, nuk ka fitus absolut, pra nuk mundet kërkush me shpall fitus absolut deri në kohën balotazh, kur përcaktuan kush ka komuna më shumë, se peshon një fargare, jo në kanë kas asamble, veç ja kanë nisme, edhe me diskutu, jo sot 3-3 ai kemi, jo së gros. S'është ajo fitus absolut. Në zgjedhje nacionale e ki një numër. Çka që ki fitu, çka deputet, edhe është shumë let me përcaktu, a je fitus, a je homs, apo. Zgjedhjet lokale ta japin një mozaik, ku ti mundesh me thonë zgjedh, çfarë po m'pëlqen, çfarë s'po m'pëlqen, edhe secili prej tyre mund me thonë kom fitu, pa e pas gabim. S'po di më ta shpjegoj tash. Varet, do me thonë tash kush u fitu se kush homs varet prej me çka pe krahasojmë, edhe me çka kanë qenë pritjet. Lëvizja vetëvendosje mundet me thonë, unë i kam majt 4 komuna, po e quj 4 kushtimisht për shkak të Gjilanit, dhe po shkoj 12 në balotazh me gjasat mira në disa prej tyre me fitu. LDK-ja mundet me fol për 3 komuna. Istogo, Lipjani dhe Joniku është nuk po dihet. Ende po hajde që 2 komuna, në tjerat në 9 komuna jem në balotazh, në 6 prej tyre jam pi venit parë, që është ndohet këtë është statistika, dhe PDK mund me thonë në kom pas numrin më të madh të asamblistave. Secila prej tyre e ka dhe themrën e akilit, humbjen e madhe që kam ju përmend. Do të thonë fakti që Albini e përmend këtë kuvendin komunal në Prishtinë, tregon se ju ka dhënë pak që është një rezultat që s'u duhet me kon. Mitrovica për ta, po mos ishte ai debakli po e quaj i exit polleve, kjo do të ishte humbje shumë më e madhe. Unë mendoj se çka kanë ndihmuar historisë vetëvendosjes, sepse u kriju bindja 55% që ka fitu pa ballotazh, u kriju bindja që e hupi Arjan Tahirin në fund. Në fakt ai doli me 27 vota përpara, po për shkak të asaj gulshim po e quajnë në nivel ekzaltimi i parakoshëm i fitores, se përndryshe Mitrovica për mua është humbja më e madhe lëvizjes vetëvendosje. Sepse ka qenë historia kryesore e qeverisjes qendrore, Shqirin Mitrovicës. Po, Faton Peci, ministri më i votuar në
zgjedhjet e fundit nacionale, e kanë Madje promovuar pas tepër shumë. favorit koma po. Kjo do duhet të ishte një fitore 60% e lëvizjes vendosë. Por çao më interesant është edhe përqindja në asamble e lëvizjes vendosë në Mitrovic Juve. Edhe atje 40% PDK-ja, 20% vetëvendosje, hajde po ja shtojmë 12% të listës Guxo, çapo diun edhe keqa kanë qenë 35, po shkojnë në fund, pra është një humbje. Për PDK-n humbja më e madhe për kundër fitoreve të cilën Ferizaj për shembull, Ferizaj, që mundu me përmend. që e kisha qujt koxa një fitore, me në rezultatin Prishtinë ka qenë koxa rezultat në disa në Prizren me në që kanë dalë. Mirë me Shashirtotën, pra ka disa në Klin ka shku balotash, pra ka plot, por mbetet Ramiz Ladrovci si themra akidit, po mënej se a mund me që unë e qyta Ramizi është fitus një farloj fitusi absolut. Unë e kisha qyt fitus të këtyne zgjedhje. Po, se individ. Për shkak jo si individ, si historie e këtyne zgjedhje. Pra i ka tregu një subjekti politik që nuk unë është me vendosë për Prishtinës për kandidatin, që strukturat nuk janë krejt në kontroll të partisë, që vota nuk mund të kontrollohet pse vendosin këtu në Prishtinë, dhe realisht unë mendoj që tani do ta sfidoj edhe kryesinë në Prishtinë, sepse nuk mendoj se do të mund t'i shkarkoj apo të bëj diçka, por legitimitet ka për me nis një diskutim të tillë. Se a do të tash për shkak fitores në një komunë me i shkaktu probleme, kur PDK mund me thonë plot vene tjera që i ka bo, pra edhe PDK-ja e ka këtë problem të Ramiz Ladrovcit më shumë se sa të vetëvendosis, unë mendoj. Ndërsa në anën tjetër Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe ata mund të thojnë, do të thonë që i thash kemi fitu këta apo atë komunë, por veç ka shku në shumicën prej komunave. Në shumicën prej komunave, realisht në Prishtinë pas një mandati 4 vjeçor, unë mendoj se do duhet ishte më lart, sepse në fund ajo tregon edhe besimin e qytetarëve në punën që e ka bë kryetari. Unë mendoj që i kanë nxjerr ky rezultat ka qenë rezultat i strukturave dhe jo rezultat i besimit të qeverisja. Interesant te kjo, na shku 20 minuta të fol për Prishtinën, për zgjedhjen që natyrisht janë shumë të rëndësishme. Çka po du me diskutu pak ta 20 minutat e fundit është edhe kjo aspekti i nivelit qendror. Na vazhdojmë mos me pas qeveri fuqi plot nga zgjedhjet e shkurtit. Vazhdojmë me nën sanksionet të Bashkimit Evropian. Vazhdojmë mos me pas, domethënë rrezikon buxheti i vitit 2026 për shkak nuk dihet se çfarë do të ndodh ditëve e javëve të ardhshme, ku zoti Kurti e ka marrë mandatin nga Zonja Osmani për krijimin e qeverisë. Ka disa tentativa, por nuk po shihen rezultate konkrete as me nismën. Shushitu e po tash nga ajo aspekti i nivelit lokal të ky niveli nacional. Domethënë këtë kjo situatë e ka një bllokim total, kështu le të them. Unë mendoj që po shkojmë drejt zgjedhjeve. Treja. Po, nuk shoh ndonjë shef i perspektivës së nismës, e cila është vetmja momentalisht që ka deklarata që çojnë ka mundësia e një kompromisi marrëveshje. Nga perspektiva e nismës është legjitime. Sepse nismës nuk i konvenojnë zgjedhjet e reja. Në zgjedhjet e fundit ka qenë në listë përbashkë me Aleancën për Anërin e Kosovës. Që ato rrezikon pastaj për tash rrezikon pragun. Kjo nuk është, do të thonë, me Zoti Limaj po kështu është vërtetë. Që si politikan është i vetmi që ka vepruar racionalisht si politikan. Pra, jo me na e ly fotografinë e përgjithshme, me na u bë modok që jo jena për kështu na zbojmë me këta, po prej fillimit ka qenë konsistent në racionalitet, sepse unë i konsideroj qanjet njerëzore që dojnë me erit maksimumin e që thojnë utilitetit apo rezultatit përfundimtar. Ai kanë nxjerrë 3 deputet apo sa kanë qenë dhe nuk shkohet në zgjedhjet e reja. Unë e shoh me bë marrëveshje. Unë mendoj që ato 3 nuk mjaftojnë. Tash, kur i dëgjoj deklaratat e tjera, Albin Kurti mundet me thonë, ai po don me u dog që ka pas tentativë në krim të qeverisë. Që me thonë unë provova. Nuk ka ndryshuar kur gjën deklaratat e Lumira Bligjikut, nuk ka ndryshuar kur gjën deklaratat e Memli Krasniqit, nuk ka ndryshuar kur gjën deklaratat. Dhe balotazhi nuk mund ta ndryshoj diçka në këtë farë ndonjë afërsi. Çka ofron? Çka më ofru? Po për shkakun që mi thon dikujt po ta lshoj që gara, mas pari nuk është e drejtë ndaj kandidatit të cilin e kishit.
E dyta nuk mendoj që votues janë dele se të njekin ty ku më di ç'a më thon. Po edhe rrezikojnë pastaj domethënë. Nuk mendoj, këto janë koxha i dëgjoj nëpër studio televizive si mundësi e koxha janë një larg realitetit të cilën po e flas pi përvojës në të cilën kam qenë. Pra, unë kur isha atëherë, a mund të ketë marrëveshje, edhe tash i nisha njerëz të folë, lëshoja këto e ofroja Prishtinën, nuk ndodhin këto sene, nuk mundën mu inxhinieru në çase niveli që ti më mujt me thonë, unë po të jap ty 5% atje. Po më shumë po e sheh situatën me zgjedhjet të reja kur dihet në zgjedhjet të reja sepse po shoh mungesë përpara, kam fol, manej në shku në Dragodan, është vendosur manej na kanë dalë nesër edhe kanë thonë për shkak presionit. Nuk po shoh presion të tillë të bashkisë ndërkombëtare që mendoj që është mirë, sepse nuk mësohesh me vozit bicikletën pa udhëzuar në herë. Dhe unë mendoj që synimi gati të gjithë është me shku në zgjedhjet e reja. Dhe aty pastaj është çështja e presidentit kur është çështja e presidentit me mujt vjosa shtyn deri ka ku më po pak më afër që me mujt me ushtu ajo si pjesë e diskutimeve. Dhe unë mendoj që shkojmë drejt zgjedhjeve të reja sepse s'po shoh në intervenim, edhe mirë që s'ka ndonjë intervenim. E deri atëherë na mbesim kështu në ka bllokuar që kjo situatë. Tash kjo çështja e buxhetit Kosovën ekonomikisht se deri në kontakt me jo, mendoj që ekonomikisht më shumë e ka bllokuar qasja e lëvizjes vendosje. Tash po folin në aspektin ekonomik klasik që nuk i ki shpenzimet të cilat duhet me i pas. Dikun rreth ju mund të shikoni vetëm normat e interesit të cilat i ke të bankave që sot për shembull për kredi konsumuese i kanë dalë. Jo, në rrit shumë domethënë. Jo në rrit edhe ka kaluar jo. Për shembull ka pas hiç më lart s'po përmeni banka se s'po du me thonë që njëna apo tjetra. Por ka pas kredi 5.000 euro me normë interesi 9.9%. Kredit investive të bizneseve që janë 5 vjeçare janë të shku në norma interesit 7 deri në 7.5, që është normë goxha e naltë. Kjo tregon që ka pas mungesë të depozitave, mungesë të likuiditetit të bankave, përderisa ka pas kërkesë të madhe për kredi. Dhe kur ka kërkesë të madhe të vit shkon të rrit çmimet, derisa për shembull interesat në depozita për mia fatlizu kanë mri 4.5% që është kosto reale për bankën. Kjo do të thotë që nuk ka parë në qarkullim shumë, e në anën tjetër i ke 800 milion euro të shtetit, të cilat mbahen në Bankën Qendrore të Kosovës dhe nuk janë nëpër banka që të mund të japen për depozita. Pse kanë bëu këto? Pse ato vazhdojnë me meta, nuk i shpenzojnë përveç kur i japin ka 100 euro që 20 milion, 25 milion, të cilat janë 100 euro që shumica shkojnë në import për shkak se janë konsumuese. Kur të jap një studente 100 euro, ai me ato s'kam shtinë në biznes me investu. Po është 100 euro të cilat kam i përdorur në dyqan, e në dyqan shumica e gjanave më shumë janë të importuara se sa janë në dorë dhe kjo nuk e ka efektin e dur. Pra, pjana shkallojmë këtë atë aspektin juridik se a kanë drejt me shpenzu dhe me boksi politika, po me gjithat menoj që kjo problemi më i madh e jo aspekti ligjor sa do të kemi buxhet apo jo. Sepse buxhetin nuk është e thonë ka afate ligjore. Ka afate deri në pranverën e vitit 2012. Në janar e kenë të drejtë me bën 1/12, por mos me pas kuvend nuk mundemi me autorizu shpenzimin për 1/12. Unë mendoj që ka mundësi që mundet ky kuvend. Po tash po shkon gjykatë kushtetuese, jam goxha skeptik për çështjen e nënkryetarit të kuvendit. Nuk e di, s'po paragjykoj. Po. Megjithatë tu e marr parasysh frymën e kushtetuesës, që është ndërtuar mbi pakon e atisarit. Përfaqësimi i minoritetit jashtë asaj, janë terroristë, janë terroristë, se kanë bërë punë. Nuk i kanë çuar për gjykata me shpall terrorista. Në kundërshtim me 9 deputet prej 10-ve, me u zgjedh, a është përfaqësues se kushtetuesja thotë po atëherë kem kuvend të konstituum. Dhe ata mund të autorizojnë 1/12 janar shkurt deri në mars. Pastaj duhet të kemi buxhet. Nuk pja di synimet sakt lëvizjes së vendosje, po më ne i di po s'du me spekulu. Jo spekulu, nashta jo se spekul, do të thonë nuk e di diçysh kanë herë më duket që ajo Republika e Tretë mund të bëhet vetëm se Republika e Dytë nuk funksionon. Pra një lloj Republike tretë, po do të me dëshmu që e dyta s'funksionon. E ta bëjmë luk sa ma shumë dytën që me mujt me dal
Te e treta. Te e treta, po në këtë rast unë mund ta kritikoj lëvizjen vendose, kritikoj edhe opozitën, për shkak se mendoj që mas pari nuk e kanë tregu, nëse po na tregojnë që situata është shumë e rëndë, shumë e keqe, atëherë mos më ndodh një takim publik ku thot Lumiri, jam taku me Memlin edhe me Ramush Haradinën. Veç mund me diskutu se s'bëhet nomi koalicioni nuk bëhet për një takimi. Veç mund me thonë, po ja bojmë për qitë punë sepse situata është kritike. Që se Ramush Haradina i thot fjallë shumë të ronda për Albin Kurdin. Lumer Abdigjiku thot kur dhe asë njëherë. Memli Krasniqi thot që. Dhe s'bëhet kur gjobën që se takoni apo tutën qashë shumë. Që dikush pyu thot që u bën aty u bashko petë dëmonë. Ma shumë pitutën narrative ose po vinë diskursin e temave kjo është agenda lëvizjes vendose të cilën kanë arritur në qito. Edhe se është edhe një tjetër, është edhe një çështje tjetër, domethënë me të drejtë përmende një farë lloj hezitimi të bashkëpunimit. Pra, nëse zoti Kurti sot nuk i ka numrat si mandatar, kalon te i dyti që i bie te Partia Demokratike. Pra, nuk ka interes fare na e kemi thonë në vazhdimsi, pra s'ka interes as te ky grupi tjetër i bllokut të ish opozitës, s'mojmë i thonë opozitë, se është ish opozita e dikurshme, që ka vullnet pra për me bashku ose me nësë këtë citohet për shembull edhe me listën serbe, sepse duhen votat atje për parë. Pra fare nuk ka interes as diskutim. Apo është friksim nga ky diskurs, apo çka? Nuk e di, në politikën e shoh pak më ndryshe në aspektin që kur beson në diçka nuk mundesh mu friksu gjithmonë për votat e tuja. Pra, ka njëherë do është mi bo disa veprime që janë jo popullore, por që janë thellë besimet tuja për cilën ke im politik. Se nëse të në konë këshyri që shmerujt një varë balansi, mës me mu vota, që shpo do këtë kë, e që shpo do këna one, atëherë nuk je për politik. Nuk në kuptimin tam të politikës. Unë e kuptoj që pa vota së në fitan, e së në bën ndryshim. Por këta tu pak, e tash ma shumë, kanë rënë diskurs komplet, kjo është komplet diskursi i lëvizjes vendose. Këto e quaj fitus absolut Albin Kurdin, që ka arrit me imponu. A peshën a i këtë situatë dhe thot, domethënë po thotë se... Ka imponu dhe adhe i kohë për këtë punë, këta do të shmi asgat dorën se ka imponu agendën e vetë, edhe krejtë rreth agendës vetë, sa që edhe narrativën kur dikush flet, se këta po menojnë që se na buëm bashkë, këta kanë me thonë që u bënën këta kejtë hajnat bashkë, por qashtu është po menoj që e shuajnë. Edhe ma ne i tutën që ati diskursi ku pejkosë panit, që me thonë pra, kur t'ja përmen Lumirit, për dhe kënë diqysh ikë ma shumë se sa pej koalicionit me lëvizjen vetëvendosje, e unë menoj që s'ka nevoj me autocenzuru vetën mas pari, sepse ti e bardh po përgjithësinë e lidhjes demokratike e cila s'ka fillu me ty e s'përfundon me ty, por për një arsye ka ndodhur ndryshimi në lidhjen demokratike të Kosovës. Isa Mustafa e këtë tjerët e kanë marrë dënimin edhe prej strukturave të lidhjes demokratike dhe prej qytetarëve. Tash ti e ardhe s'ki nevojt me parë tash njëjtën përgjithësi të asaj sepse ti mundesh me thonë unë po flas, nëse s'jeni të interesuar atëherë unë që po shkojmë në zgjedhje të reja. Veç para se me kalu te s'ka opsion tjetër, o keni me shku me këta, o kena me shku zgjedhjet. Shpan se shumë kosh po thot, hade, okay. Po pajtona me ty kur tha që ky diskursi gjuha, për shembull zote Haradinaj ka thonë agjendat punon për agjendat Serbisë, shpionë e Serbisë. Këta i kanë thonë hajvana, nuk ka bashkëpunim. Çka sjellin zgjedhjet? Po jo, zgjedhjet e reja janë anglisht i thojnë fallback position, nuk ka që sjellin diçka të re. Por këto opsione tjera kanë afat kohor. Pra, s'mun është ti me vazhdu pa përfundim me thonë, unë s'pe bëj qeverin, ti s'pe bën qeverin. Pra, ato këtë na çojnë të opsioni zgjedhjeve, i cili është opsion ligjor. Po. S'po them që ka me pas rezultat tjetër. Po them kur se ki asnjë në mbi këtyre na po shkojmë çadje. Zgjedhje në rregull. Ajo mund të më rezultati i njëjtë, po është opsioni ligjor i vetëm i cili mbet kur s'ka. Në fundit gjithë situatë. Po, është fallback position, domosdoshmë se s'mundem pa kurrëzohesh me mend. Te 2-3 pyetjet e fundit, ka shumë përplasje
e kom pas mes zonjës Hikmeti Bajrami, ministrit në detyrë Hekuran Murati, ekspertve, është ekonomia ma mirë, është ekonomia ma keq, a ka ekonomi rritje, zvoglim, të punësimet, të gjitha këto, ka shumë, shpesher po kena nevoj një zot tjetër me dëgju ç'është është në situata ekonomike në Kosovë, të atyre viteve. Shëre, situata ekonomike është si kurse ajo e zemrës e KG-ja, e cila po ta shikoni atë vijën e rritjes ekonomike, e ka një vit të drejtë, edhe njëjtë si te KG-ja, në kohë të Covidit e kini ulje, manej mas Covidit e kini ngritje, edhe manej stabilizohet në që 3% pavarësisht të rritjes ekonomike vjetore. Nuk menoj që ka ndryshu shumë, kemi pas inflacioni i cili na ka ndryshu goxha shumë, pra çështja është se është 3% i mjaftueshëm për Kosovën, sepse ajo ketë në varet për cilës bazë janë nisti, sepse sot 1% i Kroacisë është më i madh se sa 3% i Kosovës, sepse ata janë, domethënë, janë tu nis prezojnë për 100 miliard GDP, edhe kur rritet 1% për ta, është 1 miliard. E jona është 10 miliard, me thonë, hajde hipotetikisht, por rritet 3% është 300 milion. Pra, krejt varet për cilës perspektive e këshyrë. Unë menoj që na kena rritje ekonomike të nevojshme dhe domosdoshme mbi 5-6%. Bile do të ishte mirë me imri ato vlerë, por nuk jemi aty sepse nuk kemi bo asnjë politikë e cila e ndryshon situatën në mënyrë radikale, kisha me thonë. Prapë kam hallin më të madh që kemi një deficit tregtar të jashtëzakonshëm, i cili do me thonë importet janë vazhdimisht në rritje më shumë se sa eksportet, apo nuk po mundemi i prodhu edhe gjanat të cilat i konsumojmë, dhe prap neve eksporti ma i mirë dhe ma i vlefshëm po na mbetet njerëzit, cila po vazhdon me na e mbajt, e ndoshta është kjo dhe historia e shtetit tonë. Të cilën edhe ish dosh me sforcu edhe me... Ki shtete në për botë që Filipinet, apo ki regione në Angli, për shembull të Manchesteri, Liverpoolit, të cilat ton kohën kanë jetu, për shkak se banorët e aty kanë punu në për qytete tjera, në për shtete tjera. Gyrbeti ka qenë shumë më i rëndë ma herët, edhe na gjithmonë e diskutojmë me një konotacion negativ që po na hup fuqia punëtore, që është e vërtet, po në anën tjetër kur ki papunësi këtu të madhe dhe kanë kërku, është ajo që na ka shpëtu edhe ekonomikisht, edhe sot po e shihni rezultatin edhe nëpër stadiume të Evropës, kudo që shkojnë mu s'po ndodh, domethënë isha në vizitë në Lozan, për 180.000 banorëve, 140-50.000 banorë, 30.000 shqiptarë. Po mi tregon një shok ushtrinë zvicerane që i ki shku djali prej 900 ushtarëve, 400 kënë shqiptarë. Do më gjua Shqipen zvicërisht, si me thonë, të kish arrit gjua dytë. Pra, une po thëmë që kjo është arsyeja pse ne mbijetojmë me 3% rritje ekonomike, sepse për ndryshe me këto numra, ne do duhet të shinim shumë njerëz të pastre, shumë njerëz që kanë probleme bukën e gojës, që na kena jetët sociale shumë të forta, nuk të lojnë me deku unë i kërkush, sa në Amerikë gjitha i shtetë, ki njerëz në përru, ki njerëz që s'kanë me hongër, po i kena stres shumë këto rjetët sociale dhe dikun kërsasin, dhe me thonë që se nuk e masin. Tash, gjendja në botë nuk është aq e mirë, edhe pse po të shikosh numrat në tregjet sot në Amerikë duken mirë, por ka një pasiguri tek investitorët, tek analistët ekonomikë se çka po na pret. Kjo lufta tregtare që ka fillu do t'i shohim pasojat, në qoftë se eskalon më shumë, ne i shohim si venet vogla në valin e 2 të 3. Pastaj këto veprimet e fundit të Kinës për mineralet e ralla, të cilat për shembull Trumpi si ka pritë deri tash, ai ishte në ato që vendoste tarifa. Pra kemi një luftë ekonomike e cila është mes Kinës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por në anën tjetër edhe Evropës, deri dikun, por unë menoj që Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë betejë kryesore e 5-10 viteve të ardhshme, duke marrë parasysh rritjen e Kinës, shumë të madhe, e cila unë mendoj që shumë shpejt edhe me avancimin teknologjik që është e bë,
do të jetë pandan, cila mund të balansohet veç me fuqinë ushtarake të Shtetet e Bashkuara Amerikës. Fatkeqësisht. Sepse ka ende konflikte, ende po pritet që ka me ndodhë në Taiwan. Si njona prej e përmendja dhe shefi NATO-s dje në një intervistë për The Economist. Po, njerëzit e flasin në Rusin si problem, mendoj që është problem, por nuk është as pak rrezik ekonomik për këto shtete për cilat po flasin. Rusia është jashta G12-shës tashmë, domethënë ka dalë jashtë G8-shës. Problemi është Kina. Problemi është Kina. Jo Rusia, se që aty po shihet problemi, po e them problemi në sensin e gjeopolitikës, domethënë ka po në sensin se ka jena na. Saksisht. Domethënë se në aspektin global edhe avancimit teknologjik që bëhet në Kinë është i mirë, sepse këtë po përfitojnë prej asaj. Por në aspektin politik dhe rreshtimit tonë, që kjo është problem për shtetet për neve, normal. Atëherë është problem sepse unë mendoj që me këtë administratë të Trumpit nuk është tu gjetë përgjigje e duhur për këtë situatë. Pyetja e fundit te që kjo gjeopolitika, unë e poshtë edhe dje e publikum në Telegraf, State Departamenti, zoti presidenti Trump po e përmend në vazhdimsi, dje State Departamenti e qiti gjithashtu një foto, 7-8 tash thojnë ata konflikte, 8 luftat që ndalen, aty vazhdon me Kosova Serbia, dikon ka mesi 3-4 me renditje. Ne kemi një ngërç në marrëveshjen stagnim në dialogit gjitha këto për rrethana të ndryshme. A mundemi potencialisht duke pas parasysh që shumë konflikte botërore ndalen, edhe kjo dje në ndërmjet mes Izraelit dhe Hamasit me nënshkrimin edhe të vendeve arabe atje që kanë rol jashtëzakonshëm. Tash a mund na vi neve rrodha dhe ku e shen çto Kosovë? Unë kom potencu dikun para kur ishte fillimi i administratës Trump, kom thonë mirë është tash me pas një strategji mos mu dok. Mos me kon renditje na. Mos mu kon radar dikun. Pra e kisha shumë hall këto shabike qeveria se thësha na qet në radar. Në radar me këtë administratë të paparashikueshme është pak problem. Unë mendoj që edhe më tutje o mirë mos mu duk shumë. Por me gjithat, mendoj që e kena pas një periudhë ku thëshme lobi jo në Amerikë ka ra. Unë mendoj që tash është një periudhë ku u rikthy jo në nivelet ku ka qenë, po kemi miq jashtëzakonisht shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët edhe në këtë kohë blokadash kur po shkon, e keni pa kur shkoi kryeministri, ato takimet me kongresmen dhe senator nuk i kanë bo pse i njohin këta, po pse secili prej atyre kongresmenëve dhe senatorëve është i përkrahur prej lobit shqiptar apo prej komunitetit shqiptar në Amerikë. Duke fillu prej Keith Self, duke e pa tash edhe këtë Adams që ishte në Tiranë, dhe pse ka tash historia ai Eci. Po kongresmenë e senatorë janë përfshi këtu edhe drejtorin e CIA-s, Radcliffe, i cili ka qenë vazhdimisht i ndihmuar mbi komunitetin shqiptar në Teksas. Madje është një fotografi domethënë këto janë lidhje të cilat ndihmojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe për atë arsye jemi edhe hala në atë anën pozitive si Kosovë, jo për shkak të qeverisë. Po për shkak të komunitetit tonë shqiptar që është atje edhe na mojnë në këtë anë. Unë jo kom friksu zgjidhjes së konfliktit në Ukrainë në mënyrën se si deshti me u zgjidh, edhe që ishte këmbimi i territoreve. Pra Trumpi e shtyni atë proces që me thonë shef Rusia tash i kanë kontroll disa territore, që realisht do duhet i takonin Rusisë, dhe thoshte një pjesë të cilën Ukraina e ka fitu, një komunë afër atje mund ta merr Ukraina si këmbim i territore. Po të ndodhte ajo, unë mendoj se pastaj ajo do të ishte një precedent i cili do të zbatohej shpejt na, por unë mendoj që në këtë situatë presioni do të ishte shumë më i madh tek ne, po të ishte Serbia në një situatë më të mirë. Po. Pra Evropa do të na bënte shumë presion, por meqense se Evropa po e sheh që në Serbi nuk është gati pacienti për me mujtë me diskutu dhe me bona i marrëveshje, atëherë s'na bën presionin neve, edhe pse me këto veprimet që i bën qeveria, jo nali pensionet, jo kështu, është pak si një
Ishte para zgjedhjeve, një ditë para se me nis fushata e deklarata e fuqishme e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, sa i përket asaj ndryrë, po pastaj nuk vazhdoi. Unë kam pa në histori kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dojnë me kry një punë, edhe kur dojnë me dhonë paralajmërim. Kjo është paralajmërim. Okej. Domethënë paralajmërim. Kjo është, kisha me thonë, një veprim jo i presidentit Trump, jo i Marco Rubios, kjo është më shumë njerëz që janë të deskut, të cilët e shohin këto, të cilët Evropa ju lyp ndihmë, edhe ata e dinë që kështu, po nuk janë ende për shkak se e ki konfliktin Gaza, e ki në Ukrainë, nuk jena kështu bashkë në top 5 prioritetet, edhe e bojnë veprimin se pajtohen me këto, po pa u angazhu ata nuk mundët me bo to që po lypin jo veç opozita, po nashta edhe Evropa ja u kërkon, pra nuk është një angazhim për me i dhonë se përdryshe do të ishin edhe shumë matë ashpe. Por për që nuk i ka punë të mirë kjo qeveri me administratën amerikane, edhe unë menoj nuk do t'i ketë punë të mirë, asnjëherë për deri sa vazhdon, ajo është e sigurt 100%. Këta mundën me dalë, qa do me thonë, i kena punë mirë ushtarakisht, diplomaci, 3 nivele atë, në Malive s'ka aty 3 nivele, 4 nivele. Aty është ja janë marrëdhëniet, janë marrëdhënie. Po, sepse amerikanë janë të drejtë për dallim prej shumë shteteve evropiane. Ata në tavolinë ti thojnë në senet që mundën më dogë shumë qysh po mi thojnë, po ata thojnë, a jena partner as jena, kur ta kërkoj shto, ki me bo që shto, edhe unë manej kur të më kërkon ti diçka, të nimaj. Momenti si t'janizme mi lujt të farlojnë është kështu, unë jam për, po manej dalë atje bëj një urë, e dalë atje një nali qëto pensionet, e dalë kështu, është pak si nuk është mënyra e funksionimit tyne, nuk të besojnë. Po është edhe të seriozitete gjaja mbi të gjitha. Po se është policë botëror, domethënë nuk kanë vakt ata me secilin me të marrë me negociutar secilin san, pra o jemi neve ose jemi neve. Kjo nuk do të thonë që 100% është më ngut gjithë. Po në çdo situata kur thëm jetu më shkaktu mu probleme, se unë po munona me zgjidh probleme edhe në Gaza, edhe atje edhe kështu. E ti me do var veprimesh aty, po mi mshel do zyret pensioneve, po bën atje rane. E ky është projekt që më konë edhe unë i përfshim atëherë. Janë ale ja, kupton. Nuk jem të folë për këmbim territoresh, jem të folë për të sanet që vazhdimisht po të regojnë që na ato zotime cilat i kemi marrë me pakon aktisarit, nuk i kemi marrë për një me, po i kemi marrë në letër, kemi thonë hajtë se në shkruajnë që mane ja u fusim të qysh këto, ja do të me besu në ato, ja s'do. Mbetët për të parë të gjitha këto, zoti Ahmeti, edhe që e nisëm të Prishtina, edhe të niveli nacional, por edhe të geopolitika që është shumë e rëndësishme, ku e diskutuam pak ka po shkon trendit, cilat janë çështjet. Faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim, nuk ishte intervistë klasike, ishte më shumë një bashkëbisedim me rikthy shpandi ku është temat që shpishen Prishtinën, ekonominë, politikën e brendshme, po edhe ka po shkon geopolitika. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe për ju bas. Shkëndëruar ishëm me ish-kryetarin e Prishtinës, zotin Shpend Ahmeti, në Përballje podcast, ku diskutuam për zhvillime të ndryshme brenda. Faleminderit shumë për vëmendjen, edhe një herë të rikujtoj që ky podcast përkrohet nga Express. Shihemi në podcast tjetër të radhës.